Lajmi I fundit për sonte nga desku I qytetit, te kalimi I shpejtësisë së lëvizjes në komunikacion është shndruar në shkakun kryesor të aksidenteve të trafikut, ku kohëve të fundit nuk kanë munguar edhe rastet me epilog fatal. Nga policia përsërisin apelin për respektim të rregullave në komunikacion. Në të kundërtën, paralajmërojnë sanksione për pjesëmarrësit në komunikacion. Mospërshtatja e shpejtësisë automjetit me kushtet e rrugës është shndruar në shkakun kryesor të aksidenteve në komunikacion, të cilat gjatë javës së fundit janë rritur dukshëm në territorin e regionit të Pollogut. Nga sektori punëve të brendshme njoftojnë se te I kalimi I shpejtësisë dhe mosrespektimi I shenjave në komunikacion kanë iniciuar një sër aksidentesh, të cilat kanë dalë jo vetëm me dëme materiale dhe lëndime trupore, por edhe me të pësuar me vdekje. Me këtë rast, nga sektori punëve të brendshme Tetov sërisht apelojnë tek drejtuesit automjeteve që të kenë kujdes me shpejtësinë e lëvizjes, duke e përshtatur atë me kushtet e rrugës. Në mënyrë të veçantë, nga ky nivel apelojnë që drejtuesit automjeteve të mos ulen prapa timonit në ndikim të alkoolit. Kjo pasi që paraqitjet e këtilla në mënyrë direkte vendosin në rrezik jetën e tyre individuale dhe atë të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion. Nga sektori punëve të brendshme njoftojnë se gjoba për këtë lloj shkelje është nga 250 deri më 400 euro në kundërvlerë të denarit, si dhe marrje të përkohshme të patent shoferit në periudhë prej 3 muajve deri më 1 vit. Një apel I veçantë u drejtohet të rinjve të cilët drejtojnë automjetin pa e marrë patent shoferin, ndërsa fillestarët që të mos qarkullojnë me veturë në komunikacion pa një shoqërues me përvojë. Mos respektimi I kësaj norme ligjore paraqet shkelje, e cila sankcionohet me gjobë në vlerë prej 400 euro. Ndërkaq sektori punëve të brendshme u sugjeron edhe këmsorëve dhe biçiklistëve që të jenë më të kujdesshëm në komunikacion. Qëllimi I apeleve të këtilla nga ne sektorit të punëve të brendshme janë me qëllim që çdo njeri të kontribuojë në mënyrë individuale për të krijuar një siguri kolektive në komunikacion dhe për të ikur pasojave me epilog fatal.